Të nderuar teleshikues, selamu alaikum. Mirë se vini në ciklin ton të emisioneve Familja. Ashtu si çdo e mirë e ka një fillim, po ashtu dhe emisioni ynë është drejt fundit. Nuk ka dyshim që për fund kemi lënë divorcin, pas shumë përpjekjes për ta ruajtur investimin më të madh të jetës dhe institucionin e parë që ka njohur pra le të themi shoqërinë njerëzore, e cila është familja, vjen një moment ose në disa raste që shpresojnë të jenë përjashtimore, e cila shkon drejt divorcit dhe nuk ka adresim dhe zgjidhje tjetër. Por, për ta trajtuar dhe shkëlqitur më në detaje këtë temë është me ne, si gjithmonë, i ftuar ynë Hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se vjetëm. Atëherë duket sikur divorci nga përjashtim rregulli po bëhet le të themi rregulli, në cilën fatkeqësisht ne po e shohim në shoqërinë tonë dhe kush janë disa nga faktorët e divorcit. Po lexoja faktikisht para emisionit, domethënë statistika tregojnë se përqindja e rritjeve të numrit të divorcesh është e frikshme, domethënë po shkon afërsisht tek 40% nga martesa, domethënë po shkon situata gjys për gjys. Dhe kjo është faktikisht e frikshme sepse domethënë këtu nënkuptohet që po goditet familja. Pastaj ne jemi një popull që kemi traditë të mirë deri diku, po edhe të çuditshme, që ne po nda një çift futen gjithë në luftë. Dhe tek ne në Shqipëri, më të dëmtuarit në rastin e divorcit janë fëmijët. Domethënë inatët e prindërve ushqejnë, Zot na fal, një lloj urrejtje, një lloj mospërfillje, ndoshta deri edhe në mohim të prindit tjetër, ku gjithë secila pal, shpif dhe gjithë secila pal, domethënë vetëm vjell vrerë, ndërkohë që faktikisht nuk duhet të funksionojë kështu. Pra, ne jemi kundër divorcit, le të themi, në parim nuk duam që të ndodhë divorci, po mund të jetë zgjedhje në një moment caktuar. Pra, jeta e njeriut, stabiliteti i tij mendor, psikologjik, është më i rëndësishëm se sa fund fare familja, sepse individi është kryesori, individi është më i rëndësishmi. Pastaj bashkësitë që krijon individi. Kështu që në një moment caktuar mund të jetë zgjidhje. Për këtë arsye dhe Islami në raport me divorcin është një zgjidhje shumë interesante. Mes atyre që janë tepër liberal në raport me divorcin, ndahen sa herë duan, e bashkohen sa herë duan pas një lloj kufiri, dhe mes atyre që e kanë ndaluar rreptësisht divorcin, pra burri po marr, pra një çift po kurorzuar një herë, kjo gjë nuk zhbëhet më, domethënë po u zhbë, nuk kanë më të drejtë lidhje. Ma të shkojnë në kanosje me jetë nëse divorcohet pra dhe... Në Islam jo. Në Islam, domethënë divorci është, le të themi, një e lejuar, e urryer, pra e papëlqyer, por në fund fare mund të jetë pra zgjedhjen situata të caktuara. Normalisht neve edhe gjatë emisionit të kaluar kemi përmendur arsyet që mos shkatërrohet një familje, shkaqet pse mund shkatërrohet një familje. Dhe kemi parë që kryesorja është, domethënë, largimi i njerëzve nga Zoti, largimi i njerëzve nga besimi. Pra, momenti që je larg Zotit, momenti që je larg besimit, gjërat nuk i mat më me peshoren e Zotit për sa i përket rëndësisë. Po do të marrësh fjalët e njerëzve, do të marrësh adetet dhe traditat dhe zakon, ndërkohë që kur i ke raportet me Zotin, shumë gjëra duhen, domethënë, eliminuar dhe shihet rëndësia që i ka dhënë Zoti familjes, dhe se njeriu asnjëherë nuk mund të jetë i kënaqur, ti nuk mund të jesh i kënaqur as me veten tënde. Si tha Zoti në Kur'an kur foli për divorcin, ndoshta u urreni, po është më e mirë për ju. Diçka tjetër mund ta pëlqeni, po është më e keqe për ju. Pra është kriju familja, është kriju bërthama. Nuk ka vlen që njeriu ta shkatërrojë atë për çfarëdo lloj arsye, nëse do eci le të themi me peshorën e Zotit, përveç raste të caktuara që edhe ato raste të caktuara sheriati i parashikon. Arsyeja e dytë kryesore është, domethënë, mos lidhja e martesës në bazë të një mirë kuptimi para prak dhe afatgjat. Pra ngutja në krimin e martesës. Ndërkohë që kjo gjë do të marrë kohën e vet, do të marrë maturinë e vet, do të ketë uljet e veta në mënyrë që le të themi çifti shkojë drejt një kurorëzimi pastaj. Normalisht sipas le të themi normave sheriatike pa bërë harame. Pra ne jemi kundër asaj që quhet bashkëjetesë pastaj martohemi. Sheriati nuk e njeh këtë. Sheriati ka nikahun, po ne themi derisa shkojë puna tek nikahu, njeriu nuk duhet ngutet. Për këtë arsye kur e njoftuan pejgamberin alayhisalam për një rast, ai tha e ke vënë re thot syt, e ke parë thot tek syt mirë, sepse në sytë e ensarve ka një bardhësi të theksuar. Pra sikur po i thot profeti alayhisalam, shiko dhe detajet, mos u ngut,
në martesë. Pra kjo është ideja. Në fakt ju përmendët disa nga faktorët. Po. Në mënyrë tangenciale, por ne kemi cituar edhe më përpara. Po, kemi cituar edhe më përpara. Kush mund të jetë, le të themi, mënyra e uljes së numrit divorceve ose le të themi e shpëtimit të kësaj familje që ka shkuar në gjendje kome, pra marrëdhëniet e tyre. Këshillimi, familja, imami. Ka shumë gjëra domethënë që duhet të bëhen përpara se shkojë situata drejt divorcit. Për gjërave që e shpëtojnë është konsulenca me njerëzit e duhur. Sepse konsulenca në rastin e le të themi ftofjeve në çift apo çarjeve në çift mund të jetë dhe me njerëz të gabuar, të cilët mezi e presin këtë moment. Për shembull, dikush konsultohet me vjerrën, dikush konsultohet me kunatën, dikush konsultohet me njerëz të cilët mezi e presin ose e kundërta, pra me shoqen apo dikush konsultohet me shokun jo të mirë që ka njerëz që mezi e presin që një çift ndahet, sikur u jep kjo një lloj kënaqësie, sikur bëhen ndjen mirë. Pra duhet të gjesh njeriu e duhur me të cilin duhet konsultohesh. Konsulenca është e përmendur edhe në Kur'an. E dyta gjë është, domethënë, angazhimi i familjeve. Pse? Se nganjëherë çifti mund ta humbi pjekurinë, ndërkohë që prindërit e vajzës apo prindërit e djalit mund të jenë më të pjekur dhe mund të jenë ata, le të themi, një nga arsyet kryesore që personi të kthjellohet dhe të vi, domethënë, aty ku duhet. Gjëja tjetër që na përmend Kurani është arbitrimi ose ndërmjetësimi apo gjykimi. Pra siç e tha Zoti në Kur'an, të gjehet njëri nga familja e vajzës, një nga familja e djalit dhe të ulen ta me qëllimin e mirë për të gjetur një zgjidhje dhe për të kaluar në një marrëveshje dhe padyshim që Zoti në Kur'an do t'ua japi një zgjidhje. Në momentin që të gjitha këto dështojnë dhe nuk ka më zgjidhje, atëherë mbetet si zgjidhja e fundit dhe divorci. Për këtë arsye, domethënë, në Kur'an flitet shumë për divorcin, për rregullat e divorcit, për mënyrën se çfarë i takon bashkëshortes mas divorcit, për mënyrën se si duhet të jetë përkujdesja për fëmijët, sepse në fund fare, domethënë, unë thash edhe në fillim, individi dhe shëndeti i tij dhe të jetuarit e tij normalisht është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Pra, jeta e çdo njeriu është një jetë unike, personale, që ajo ka më rëndësi se gjithçka tjetër. Për këtë arsye dhe ajo është kushtuar rëndësi. Pra, në momentin që ka mos përputhje, në momentin që ka mos dakordësim, në momentin që humbet ndjeshmëria ndaj personit dhe nuk ka arsye dhe shkaqe e tjerë, atëherë në fund fare mbetet pra edhe divorci, si më thonë, një zgjidhje e fundit fare që mos shkatërrohet personi, kushdo qoftë, pra burri apo gruaja. Cilat janë, le të themi, kriteret e divorcit? Pra, a duhet shkruar në letër, a duhet dëshmitar, pra si realizohet ai? Divorci është një nga tematikat në Islam që nuk pranon, me thonë, është përderisa bëhet fjalë për familjen, divorci në Islam është konsideruar si një gjë që nuk pranon as gallatën dhe shakan. Për këtë arsye njeriu në temat e divorcit duhet të jetë shumë i kujdesshëm, duhet ta mendojë mirë, sepse po u tha fjala të kam ndar, apo je ndar, apo je divorcuar, apo të kam divorcuar, edhe pse nuk bëhet regjistrim gjykat, edhe pse nuk bëhet regjistrim tek noteri, tek Zoti i Madh shkruhet një. Pra në Islam divorci ka 3 faza. 2 faza janë faza, le të themi, quhet divorci i paraprak ose divorci i cili, domethënë, është i vogël, po nuk çon në ndarjen përfundimtare. Pra kemi ndarjen e parë, kemi ndarjen e dytë dhe kemi ndarjen e tretë. Në Islam, në momentin që ndodh ndarja e tretë, do të thotë se këta njerëz janë haram për njëri tjetrin. Pra, të jetuarit e tyre bashkë është njësoj sikur kthehen të huaj. Po, janë të huaj për njëri tjetrin. Atëherë që mos shkojë situata deri këtu, Islami ka sjell 2 barra përpara ose 2 pengesa, që është divorci i parë dhe divorci i dytë. Ai që, domethënë, çiftet duhet të kenë kujdes është mos lozin shumë me temat e ndarjes dhe divorcit. Pse? Sepse kjo fjala kur thuhet, pastaj zën vend. Edhe nëse njëri ka me shaka apo nëse njëri po tallet, nuk ka tallje dhe shaka me familjen. Familja ka një pozitë shumë të madhe tek Zoti dhe njeriu nuk mund të lozi me termat e shkatrimit të familjes. Pra, është një sikur bësh ti kufër duke u tall, por nuk bën më bër kufër duke u tall. Edhe kjo çështje nuk bën bësh kufër më u tall. Pra të bësh ndarje duke bërë shaka apo duke u tall. Është e rëndësishme. Pra, nëse njeriu duke qenë i vetëdijshëm, duke qenë koshient, shkon dhe e thot fjalën e ndarjes apo vendos për ndarje dhe e deklaron atë, atëherë shihen 2 gjëra. Shihet gjendja e tij, sepse nganjëherë mund të jetë njeriu aq
i nxehur, saqë nuk e din se çfarë thotë. Në këtë rast nuk merret konsiderat. Mirë, po çfarë ndodh? Shumë si njerëz e marrin këtë si një, le të themi, mbrojtje për të thënë se kam qenë i nxehur. Or zotni, nuk ndodh divorci duke hëngër petlla, nuk ndodh divorci duke i thënë trëndafil. Normalisht divorci do të ndodhë në situatë nxehje. Dhe profeti alayhis salatu wasalam mori në konsiderat vetëm një shkallë të nxehjes që është iglaq. Iglaq do të thotë kur njëu e ka humbur fare. Pra kur ti thuash ti që zotni ti e ndave kur të kam ndar, jo vëlla thosë kam thonë. Kur s'është më koshient çfarë po vepron, çfarë po thot. Kjo është ajo, domethënë fundi. Ama nëse në moment nxehje i thot e quhet. Po nëse ka aludime. Kjo është e para. Më fal. E dyta, gruaja në momentin që ndahet duhet të plotësojë dy kritere. Duhet të jetë jo në kohën e hajdit dhe duhet të jetë në një pastërti që nuk është kontaktuar me të seksualisht. Pra, duhet të jetë e pastër, nuk duhet të jetë në të përmuajshme, dhe kjo pastërti e femrës duhet të jetë e atill që mashkulli pra burri mos të ketë bërë me të kontakt seksual. Kjo për t'i dhënë kohë për të reflektuar ndoshta çiftit. Po. Nëse ndodh që e divorcon në kohë kur ajo është në të përmuajshme, apo në kohë kur ajo është në pastërti, mirë po burri ka pas kontakt, tu kemi pastaj dy opinione, le të themi dietarësh, unë për veten time jam me mendimin që nuk quhet. Pse? Sepse shkoj tek ajo që familja dhe kurora mos të prishet, po duke u mbështetur edhe në hadithin e Abdullah ibn Omerit që pejgamberi sa nuk ja mori në konsiderat kur ai e kishte ndar gruan e tij në gjendje të përmuajshmeve. Në momentin që gruaja është e pastër dhe kjo pastërti ai nuk ka kontaktuar me të, atëherë ndarja e parë hyn fuqi. Që do të thotë duhet të lihet një kohë pauze, quhet idde, që pritet edhe burri të reflektojë, po edhe gruaja të reflektojë, po ndërkohë që gruaja jeton në shtëpinë e burrit të saj. Pra aty ushqehet, aty jeton, shpenzimi është i njëjtë siç ka qenë, thjesht burri ka ndërmarrë këtë hapin. Nëse burri brenda 3 pastrimeve e rikthen, pra i thotë, e di se është puna, le të rikthehemi edhe një herë, ose bën kontakt seksual me të, konsiderohet divorci i shfuqizuar dhe ata kthehen automatikisht në kuror. Pra, siç kanë qenë. Nuk ka nevojë për celebrim. Nëse kalon, pra kaloi 3 pastrime dhe ky nuk e ktheu më gruan, atë ka mbaruar afati. Po mirë, nëse këta duan bashkohen prap, mund të ribashkohen me celebrim të ri. Pra mund të ribashkohen me celebrim të ri. Nëse ndodh tjetër, se inshallah edhe vëllezërit e motrat e shikues i mbajnë mend. Atë ndodhi e para dhe ky e riktheu në kohë dhe vazhduan. Dhe më vonë, le të themi mas 5 vjeç ndodhi e dyta. Dhe këta prapë u kthyen në kohë. Atëherë kemi edhe një alternativë tjetër që është e treta dhe e fundit. Nëse ndodhi e dyta dhe kaloi koha pa e kthyer, atëherë këta mund të rikthehen sërish me nikah të ri. Dhe nikah i ri do thotë çdo gjë fillon nga fillimi edhe numri i divorceve. Me dëshmitar, me mehr, Po. Edhe divorcet kthehen njësoj sikur më qenë kurore e re. Nëse le të themi mbaroi edhe e dyta u kthyen dhe mas 15 vjetësh, kot po themi. I tha, disi është puna me ty më nuk shtuhet tjetër, kam ndar. Dhe ndau për herë të tretë, atëherë në këtë rast nuk ka më rikthim. Në këtë rast, domethënë pritet që ajo koha 3 mujorshit dhe pastaj gruaja në punën e vet dhe burri në punën e vet, ta më nuk mund bashkohen, përveç se nëse ajo martohet, ndahet, atëherë mund të rikthehet edhe një te kurora e parë, përndryshe nuk mund të rikthehen më. Gjithë këto gjëra janë bërë që mos jetë gjëja e parë që shkon ndërmend ose gjëja e parë që mund ndodhi në prishjen e një familje divorci, po janë lënë gjithë këto faza dhe etapa që njeriu më kur ta ketë vendosur, domethënë të ezaurojë të gjitha fazat e mundësisë rikoperimit të problemit apo të rregullimit të problemit. Pastaj nëse shkon situata pastaj që ndahet për herë tretë, domethënë që nuk kam të ardhur në këtë pjesë. Por edhe nga ana logjike, bashkohu ndau mbi 3 herë do të thotë pastaj që ka diçka që nuk shkon aty. Po, kthehet në lojë, si më thonë. Është bukur, le të vim pak tek shprehja. Pra, shprehja e divorcit duhet të jetë e qartë apo me aludim. Pra, ju tha që nuk lejohet shakaja, por ka një përjashtim kur është shumë i zemëruar.
Të flasim për aludimet. Pra. Po, atëherë aludimet janë dy llojesh. Aludimet të cilat mbajnë erën e ndarjes, por nuk është faktikisht ndarje, dhe aludimet të cilat domethënë njeriu mund të përdorë shprehje alegorike, por nuk nënkupton fare ndarjen. Për shembull, në momentin që i burri thotë ik për shtëpisë time, këtu ka dy kuptime faktikisht. Si e më gruaja ime, këtu ka dy kuptime. Kam më gjë, këtu ka dy kuptime. Shko ke prindrit e tu, shko ke nëna jote. Shko tek prindrit e tu, shko te shtëpia jote. Atëherë në këtë rast thon dietarët e Islamit pyetet personi për qëllimin që ka pas. Nëse qëllimi i tij ka qenë me këtë shprehje që edhe ta ndaj, quhet ndarje. Nëse nuk e ka pas qëllimin e tillë, po ka qenë moment, ora ik ke shtëpia jote me kuptimin mleri herë rahat që edhe unë të reflektoj, po edhe ti të reflektosh, atëherë kjo nuk quhet ndarje. Nuk e ka ligjin e ndarjes. Ne shpesh dëgjojmë që 3 janë 1 ose 1 janë 3, pra le të themi nëse e thot 3 herë. Kjo është çështje faktikisht medhhebesh, domethënë shumica e medhhebeve nëse burri thot 3 herë të kam ndar, quhet 3, s'ka nevojë më me bë 3 pritje. Po ka një medhheb tjetër që është në medhhebin Hanbeli, që i përmbahemi këtij medhhebi dhe ecim me fetvan e tij, që thotë jo, nëse i thot 3 herë apo 5 herë apo 10 herë në një takim që të kam ndar, nuk quhet vetëm se 1. Pra, duhet kaloj patjetër 3 faza dhe ky është mendimi më i saktë. Pra, nëse i thot 3 herë je ndar, në 3 momente të ndryshme, kemi një divorc apo 3 divorce? Tu kemi 3. Ama nëse i thot në një takim, ndahet përfundimisht? Përveç se nëse është qysh në herën e parë, për shembull. Atëherë le ta marrim me shembull. Që quhet 1? Le ta marrim me shembull. Sot i that kam ndar. Qartë. Atë hyri në fuqi ndarja e parë. Nesër i tha prapë kam ndar, është në fuqi vetëm e para. Pastaj i tha prapë kam ndar. Janë çift? Po, janë tek e para akoma. Janë me njëri tjetrin burrë e grua. Po, janë burrë e grua. Okej, ti sqarojmë për njerëzit. Ky sikur ti thotë edhe 100 herë gjatë kohës, ajo quhet 1. Iku kjo. Nëse i thot 3 herë në të njëjtin takim, ose 10 herë në të njëjtin takim, kam ndar. Faktikisht quhet 1, po, sipas medhhebit Hanbeli. Sipas medhhebit Hanbeli. Quhet 1. Atëherë vjen pastaj në një takim ose në kohë të ndryshme, po është brenda të njëjtët pauzë quhet 1. Po. Qartë. Pastaj mas 3, le të themi, etapash ose raundesh, po, quhet 1 divorc dhe ato nuk lejohet më që të kenë kontakt dhe komunikim me njëri tjetrin. Po. Ndodh divorc i plot. Po. 3 shprehi, jo le të themi në thonjza jo breshëri, pra tek e tek, do një divorc. 3 shprehi në kohët e duhura. Qartë. Jo në të njëjtën kohë, për shembull, unë ta thash, sot ky i tha gruas kam ndar dhe hyri në fuqi e para. I tha dhe nesër kam ndar, i tha. Jo, jemi akoma tek e para. Po pse? Sepse nuk është përmbush koha. Është njësoj, sikur ti thosh në një takim 10 herë kam ndar, ti thosh edhe nesër dhe pas nesër dhe mas javë, tek njëshi jemi akoma. Qartë. Jemi akoma tek njëshi. Tek njëshi, bukur. Sot jemi në epokën e rrjeteve sociale. Po. Nëse i shkruaj me mesazh në WhatsApp ose i çon le të themi një voice, a quhet divorc? Tani kjo është një çështje e re, siç e thonë ju, dhe nuk ka ekzistuar më përpara, por nëse shkon mesazhi dhe pala tjetër e lexon dhe është brenda atyre 2 kritereve që unë përmenda në fillim, quhet. Domethënë ndodh divorci, nëse vërtetohet që e ka shkruar personi, le të themi. Kur një divorc, le të themi, është i këshillueshëm, kur është i ndaluar, kur është i obliguar, pra si qëndron kjo pjesë? Çdo divorc që ka brenda padrejtësinë, mohimin e të drejtave, le të themi, mosmirnjohjen, normalisht konsiderohet tek harami, normalisht. Pastaj çdo divorc që ka arsye të fortë, tani cila quhet arsye e fortë? Arsyeja e fortë, ne për shembull si tradit, populli shqiptar ka gjë shumë bukur, domethënë që është shumë interesante. Flas Shqipëria londineze, thotë gruaja ndahet për 3 gjëra. Thotë ndahet për kurvëri, ndahet për hajdutlik dhe ndahet kur ka probleme me pastërtinë apo kur nuk bën, le të themi, atë detyrën e gruas në shtëpi. Dhe kjo është gjë shumë e bukur dhe interesante. Pra janë themelet. Pra, normalisht jeta bashkëtorë ka obligime dhe detyrime dhe normalisht që gruaja ka disa detyrime mbi familjen e saj. Mirë, po ne në Islam, se duket sikur po flasim vetëm nga krahu i burrit për gruan, por kemi edhe divorc nga krahu tjetër. Jo, është pyetje që do e bëjmë
pas shkëputjes, Okej. do flasim pak për hulërin. Okej. Atëherë do të thonë, nëse ka tradhti, nëse ka dhunë, nëse ka, le të themi, problematika të cilat konstatohen, siç thamë ne në traditën, do të thonë që është problemet e moralit e tjerë, atëherë në këtë rast divorci nuk ka asnjë lloj problemi, nëse me këshillim nuk kemi reflektim. Brenda kësaj pyetje, para se shkojmë në shkëputje, shohim një fenomen shumë interesant. Thot gruaja ime nuk falet. Thot ta divorcoj. Rasti juaj që thot a lejo ta haj dhe ushqimin, pra keni edhe një, le të themi një të fortë. Pra, si qëndron? Ka një gjë këtu, domethënë gruaja jote nuk u falte deri edhe para se të martoheshit ju. Nuk është puna se nuk po falet mbasi u martuat. Kemi një gjë tjetër, shumë çifte le të themi nuk kanë qenë në Islam ashtu siç duhet dhe fillon dhe udhëzohet njëra para tjetrës. Por ne duhet ta marrim konsiderat këtë gjë. Se me të vërtetë ti je udhëzuar, po duhet të marrësh konsiderat që gruaja jote ka qenë si ti më përpara, ose e kundërta, mund të udhëzohet gruaja përpara burrit. Islami nuk thotë shkon në divorc, se tjetri nuk është bërë akoma musliman ashtu siç duhet apo nuk ka pranuar Islamin. Ose ka një fe tjetër, gjithmonë gjërat shkojnë me gradualitet dhe nuk shkon situata drejt zgjidhjes asnjëherë. Pra nuk është justifikim puna e fesë apo puna e namazit që shkoj puna në divorc. Më shumë e gjenë si sebeb ndoshta, por justifikim fetar nuk është. Mund të jetë justifikim njerëzor që njerëzit përpiqen të gjejnë një mbështetje, ndoshta dhe një justifikim për aktin e tyre. Atëherë bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, ja pra kur rikthyem sërish në studio me hoxhën ton të nderuar. Atëherë hoxhë i nderuar, ju cituat që pas këshka dhe divorc nga ana e gruas, e bashkëshortes. Po se duket sikur Islami i jep përparësi vetëm burrit për punë të divorcit dhe s'ka drejt gruaja. Domethënë, unë e has shpesh këtë gjë që jo sta japun ty divorcin, i thot burri gruas për shembull, kur ajo e kërkon. Po nuk mund thua ti kështu domethënë, nuk mbahet tjetri me zor vëlla, domethënë. Por ne kemi një term që quhet khula. Khula, po, pra, talak kur bashkëshortja e kërkon. Talak kur burri është ai që divorcon dhe khula është kur gruaja është ajo që e kërkon divorcin. Në fakt është një hadith të Buhariu që ka ardhur, janë dy, ka mendime të shumta, është një histori po janë dy histori. E rëndësishme është në cilën thuhet se ka kërkuar divorcin dhe profeti i ka thënë që do i kthesh merin, pra dhuratën e kurorëzimit. Po nëse burri nuk pranon, pra si ndodh? Tek pauza mos harroj që nëse gruaja është shtatzën, pauza e saj zgjat me shtatzënin. Qartë. Pa ne tham 3 pastrime. Po nëse është shtatzën, sa ti zgjasë shtatzënia, pra nëse shtatzënia zgjat le të themi edhe 6 muaj mbas divorcit, atëherë faza quhet 6 muaj. Nëse shtatzënia zgjat 5 ditë, faza mbyllet me 5 ditëshin. Nuk pritet më 3 pastrime. Thjesht që ajo që kalon më shpejt, le të themi, e merr gjykimin. Po, nëse femra nuk është me të përmuajshme fare, pra ka kaluar në një moshë të madhe, atëherë koha e pritjes pauzës është 3 muaj. Pra, nëse është me të përmuajshme 3 pastrime, nëse është shtatzën me shtatzëni, nëse është pa të përmuajshme 3 muaj. Thjesht mos ta harrojmë domethënë nga pjesa e parë. Le të vim tek huleri. Huler do të thotë femra është ajo e cila kërkon divorcin. Ai lejohet? Fetarisht nuk lejohet, përveç se nëse ka arsye madhore. Cilat janë arsyet madhore? Tradhtia. Cilat janë arsyet madhore? Mos shpenzimi. Cilat janë arsyet madhore? Është dhuna. Keq trajtimi. Mos mbrojtja kur shkelen të drejtat e saj nga ana e familjarëve. Ka raste që çuni apo burri hesht, ndërkohë që vjerri apo vjera apo dikush tjetër nga familja e tij ushtrojnë presion psikologjik apo ofendojnë e tjerë. Atëherë në këto raste, femra nëse nuk arrin të durojë, i lejohet asaj që të kërkojë divorcin. Argumenti është ai që ju thatë. A është kusht miratimi i burrit në këtë rast? Patjetër që është kusht miratimi i burrit, përveç se nëse burri e kalon këtë në, le të themi, në inat personal. Argumenti është ajo që ne përmend në hadithin e Talqut, që ka ardhur pra një grua tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i tha o pejgamberi i Zotit, unë tha me burrin nuk mund vazhdoj dot më. Nëse ju do të më thoni që do të vazhdoj
kjo mund të çojë deri në dalje nga feja. Pra nëse ju do të mleni me këtë burr me zor, pa dëshirën time, mund të luajë mend që të dal nga feja. Pejgamberi sa kur e pa se situata kishte vajtur aty ku nuk u bante më, dhe kishin humbur ndjesitë dhe ndjenjat, i tha, duhet i kthesh kopshtin që ai të ka dhënë si dhuratë. Tha ja kthej. Atëherë tha po. I kthen pra vlerën e dhënë, më shumë më pak si ndodh. Jo, sa që është dhënë. Sa që është vlera. Po, sa që është vlera. Dhe në këtë rast, pritja është 3 muaj. Nuk ka të bëjë me pastrimet më. Pret 3 muaj dhe konsiderohet e ndarë. Me që e përmendet pritje në të dyja rastet. Pra edhe në rastin e khulait, kur vjen nga ana gruas dhe kur vjen nga ana burrit. Po nëse çifti nuk ka pasur marrëdhënie fare. Pra momentin që janë fejuar, kanë bërë nikahun, divorcohen pa kontaktuar dhe pa u shoqëruar fare me njëri tjetrin. Atëherë në këtë rast, a kanë ide, kanë pritje? Atëherë me që përmendet si rast me sa pra e bukur që se na ka shpëtuar nga hera e parë, atëherë kjo është me gjysmë. Pra, nëse është premtuar diçka dhe ndarja vjen nga ana e djalit, atëherë ai duhet të japi gjysmën e asaj që është premtuar. Ndërkohë që nuk ka ide. Ky rast nuk ka ide sepse nuk ka filluar akoma kontakti, domethënë. Le të vim këtu tek rasti. Ndodhi ndarje nga ana e vajzës, ngocës, pra e bashkëshortës, dhe dëshirojnë të rikthehen sërish. A mund të rikthehen? Po vetëm se duhet bëjnë nikah të ri. Pra duhet bëjnë celebrim të ri, duhet bëjnë martesë të re, me dëshmitar, me kujdestar, e kështu me radhë siç ka rregullat. A ka numër ndarje nga ana e gruas, për shembull ndan një herë nga ana e gruas, po u bashkuan prap. Pastaj u ndan prap nga ana e gruas dhe u bashkuan prap. Ka numër, nuk ka numër. Pse? Është marrë në konsiderat emocioni i femrës. Kurse në këtë rast, në rastin e mashkullit, arsyeja duhet të jetë ajo e cila, domethënë të jetë më dominante në të tilla vendime shumë të rëndësishme për jetën. Dhe a ka raste tjera kur autoriteti, gjykata, shteti ndërhyn për ta divorcuar çiftin, qoftë kur burri nuk e plotson ose gruaja nuk plotson drejtat njëri tjetrit? Po, ka raste kur le të themi burri nuk pranon që të japi divorcin, atëherë ndërhyn le të themi kadiu apo autoriteti dhe bën ai divorcimin. Pra shkon ankesa tek autoriteti dhe e bën ai divorcin. Po ka njerëz që mendojnë se mund ta mbajnë peng një femër, po kjo nuk funksionon në Islam. Nëse ai nuk e jep divorcin, siç duhet ndodhi faktikisht, atëherë ajo i drejtohet autoritetit fetar, nëse ka kadi apo mufti, ose për ndryshe i drejtohet gjykatës, nëse është punë letrash që patjetër duhet shkuar puna deri në gjykatë që të bëhet edhe divorci me letra, sepse gjithë secili pastaj do të shohë jetën e tij dhe ajo do të shohë jetën e saj. Në fakt në Kur'an përmendet edhe një opsion, le të themi negociate. Pra në momentin që burri don ta divorcojë gruan, ka një negociat qoftë për pjesën e shpenzimeve. Si është ky rast, pra kjo situatë që gruaja mund tolerojë nga vetja? Po, nëse situata është kap tek shpenzimet, atëherë bëhet le të themi një ulje paraprake që të zgjidhet ky problem. Dhe mbulon vetë shpenzimet e veta, pra, ose bën tolerime. Ose mund të jetë problemi i burrit që duhet shtoj dozën, ose mund të jetë problemi i gruas që duhet uli dozën, që mos të prishet divorci. Pra, është dashuria, po ja ka dalë problemi i shpenzimeve. Atëherë njëra prej palëve ose rrit ose ul shpenzimet. Faktikisht në këto raste është mirë që mos merret konsiderat. Pse? Kemi hadithin e Hindit që vjen tek pejgamberi sa dhe thotë, o pejgamberi i Zotit, thotë Abu Sufjani shumë do shtrënguar. A më lejohet që të marr nga paratë e tij, pa e ditë ai, tha merr çfarë të nevojitet ty dhe fëmijëve të tu. Pra Abu Sufjani pavarësisht se ishte një sahabi i nderuar, po tek shpenzimet kishte probleme. Dhe pejgamberi sa më toleroi që ajo të merrte nga pasuria e tij pa dijeninë e tij, çfarë i duhet asaj dhe çfarë i duhet fëmijëve të saj. Bukur. Një këshill, le të themi, se kur le të themi mund të divorcohen çiftet, pra se kemi ekstreme të cilat femrat durojnë, le të themi dhe shkelin mbi veten e tyre, kanë probleme të tyre psikologjike. Ndi shumë raste që durojnë për hatër të fëmijëve, durojnë se nuk duan të ulin prindrit e tyre, ose edhe burrat, për shembull, që ka shku puna ku nuk mban më, pa i thot s'du të mërzis prindrit. Sot kisha një telefonat për shembull, që thotë ore tregojte rastin, edhe domethënë nuk kishte asnjë arsye për të vazhduar, mirë pa i thoshte nuk du të mërzis prindit, që ata janë kënaqur tani që unë jam martuar, kanë nuse, po s'du të mërzis, për kemi dhe raste të tilla ku burri, le të themi,
domethënë duron, ëh, nuk është vetëm në rasti që keni pasë ju, domethënë që arrivte gruaja tonë të rikthen prapa, ai rasti në Amerikë domethënë. Po, rasti në Amerikë, po. Ka dhe raste ekstreme se. Kështu që domethënë në këtë emision gjithmonë kemi thënë si ta shpëtojmë familjen, kjo, por mund të ketë raste që po. Domethënë më e mira do të ishte që palët të qetësohen, të durojnë, të konsultohen, mos synojnë fundin pa i zgjidhur të gjitha alternativat. Ka shumë alternativa përpara që unë mendoj që çështja nuk do të shkojë deri në divorc. Mos harrojmë se ne kemi një armik shumë të madh që është kundër familjes, është shejtani i mallkuar. Për Zotin e madh ndodhin ndonjëherë, domethënë divorcet për arsye nga mëkotit dhe nuk ndodhin divorcet për arsyet e vërteta që duhet të ndodhin, domethënë. Kështu që duhet të qenë kujdesshëm edhe duhet të mendojmë se një ditë do dalëm përpara Zotit dhe se kjo botë nuk do zgjasë shumë dhe më mirë të dalim përpara Zotit me familje të konsoliduar edhe pse dikush mbart nga krahu i tij, se sa të shkojmë përpara Zotit me një familje të shpërndar, me një komunikim, domethënë shumë të keq mes ish bashkëshortëve, me fëmijë të çoroditur që nuk dinë se ku është e vërteta dhe nuk dinë se çfarë krahu të mbajnë, edhe mënyra se si flitet dhe përflitet është shumë e rëndë. Gjithë kjo domethënë nuk është në të mirë të shoqërisë, jo vetëm të tyre si familje. Por dhe të fëmijëve dhe të prindërve dhe është edhe një thënie e Martin Luteri që thotë ne mund zgjedhim të bashkëtojmë në harmoni si njerëz ose të ndërluftohemi si budallë, domethënë pra. Po ajo jetë është por thjesht i hapim telashe njëri tjetrit. Atëherë hoxhë nderuar, me që edhe minutazhi nuk na lejon që të vazhdojmë më tej, kemi dhe rastin e fëmijëve, por pra me kë shkojnë, por që do ta lejmë për kujdestaria quhet, po. Por që do ta lejmë për kujdestarinë, do të trajtojmë le të themi në puntatën e ardhshme. Ju falenderoj edhe një herë në emër të teleshikuesve që ishit sot me ne në studio. Gjithashtu ju falenderoj edhe juve teleshikues të nderuar që ishit me ne. Deri puntatën e ardhshme, asalamu alaikum.